Mirëmbrëma. Sonte do t'ju tregoj historinë e djalit tim. Një histori personale. Historia e birit tim në vitin 1994. Para shumë vitesh. Një histori që jam i bindur që do të ndryshoj jetën tuaj për sa i përket lutjeve dhe për sa i përket prezencës të një force mbi natyrore që ne nuk mund ta perceptojmë dot. Si gjithmonë, kush është rastësisht le t'i bëj like faqes që të shihemi sërish, nëse nuk e ka bërë ende, dhe ju faleminderit që jemi përbashkë. Këto dallgët e ujit këtu le të na bëjnë shoqëri. Dhe nëse do mallëngjem, të më falni. Ishte viti 1994, kisha njohur një vajzë dhe ndodhi që ajo mbeti shtatzane. Dhe kur më tha dha lajmin që kishte mbetur shtatzane, nuk u pezmatova dhe nuk i thash që po iki, dhe ajo mendoi që unë do ikja, do largohesha, por ajo më tha që unë do e mbajta fëmijën. Ti nuk mund të mbash dot tash me një fëmijën tim, sepse unë nuk shkoj tash në përbot që të bëj fëmijë. Dhe i thash do ta provojmë. Do ta provojmë, unë isha i ri. Në vitin 1994 isha 25 vjeç. Dhe i thash do ta provoj. Dhe unë pa pritmas, në një kohë shumë të shkurtër, u gjeta me një familje, një grua dhe një fëmijë që lindi, kështu, pa pritur. Dhe për mua ishte shumë e çuditshme, sepse unë lëvizja si i ri, që të gjithë të rinjt në atë kohë, që bridhnin lart e poshtë. Dhe qoftë në Shqipëri, nëpër Tiranë, Vlorë, në gjithë Shqipëri dhe qoftë edhe në Greqi, kisha lëvizur shumë. Megjithatë, lindi djali. Dhe vendosëm që nëse do të lindte vajzë, do ja vija unë emrin. Nëse do të lindte djalë, do ja vinte emrin ish gruaja ime. Dhe lindi djalë. Dhe ajo, me qenë se kishte vendosur që t'i vendoste ajo emrin, kështu kishim rënë dakord, ai lindi në ditët e San Lorenzo, pra kur bien yjet. Dhe ajo ishte tepër e lumtur, se thoshte ra një yll nga qielli dhe më dha jetë. Na dha Lorenzo. Dhe kështu që pas 2-3 orëve që kishte lindur djalin, se kush e sugjeroi në poliklinik, aty në maternitet, që ajo ta fuste djalin në inkubator. Dhe kishte pak verdhës djali, por fëmijët e kanë në përgjithësi, dhe unë me të gjitha forcat i thoshja jo, nuk mos e fut në inkubator. Si përfundim, ja mbushën mendjen dhe e futën në inkubator djalin. Djali 4 orë duke qau kaq shumë, sa që ju këput një kapilar në tru. E dëgjuat mirë. Pra një rrugë ku kalon gjaku. Ishte një kapilar i vogël, por sidoqoftë ai kapilar ishte në një pozicion që mund t'i krijonte 2 probleme. Një, kur shkuam tek specialisti, na tha që, sepse unë kur shkova që e gjeta, më morën telefon, unë isha në punë paradite dhe ishte ora 10 e darkës, kur shkova më thanë ajde se djali tha po qanë dhe nuk ndalon. Unë e kuptova që kishte diçka, kur shkova aty shikoj djalin që lviste kraun, sistematikisht e kuptova që kishte diçka të rëndë. Ai vazhdonte të qante me mua, sikur qëndroj pak, por vazhdoi që të qante akoma. E qetësova dhe nuk e di pse, po me mua qetësoi, dhe si përfundim e quam ditën tjetër tek një specialist. Kur e quam te specialisti, na tha që janë 2 rrugë, siç ju thash. Një tha që ai tha mund të jetë për tërë jetën me qefalea, që është një me ata fëmijë që kanë kokën e madhe. Sepse nëse ai pigmenti që ishte piksur i gjakut do të futej në atë kapilar, do vazhdonte akoma, ishte 2 rrugë. Në njërin nga këto rrugë të vazove të gjakut, ai do bllokonte, ai gjak i piksur do bllokonte rrugën dhe do kishte kokë të madhe. Përndryshe thanë, nëse shkon majtas, djali tha vdes.
I thash, në qoftë se shkon majta, si thash, sa kohë mbetet? Më pak tha se 5 minuta, sepse ndërpritet oksigjeni. Më ra gjithë qielli në kokë dhe nuk di të bëja. Dhe mbaj mend që ishte sa i më thërriti mua, doktori. Mura tha, hajde. Dhe ajo dera ku e ndante derën e doktorit ishte me 2 kanata që ato hapen dhe mbyllen vetvetiu dhe ndante me pjesën tjetër të maternitetit. Unë vetëm ula një gjunjë. Ula një gjunjë dhe ju luta Zotit. Po, nuk më intereson në qoftë se ju besoni ose jo. Nuk më intereson se kush mendon që në qoftë se mendon që kjo që po t'ju them është ndoshta një fantazi, pa rëndësi ka. Unë di se çfarë ndodhi atë ditë. Di se çfarë ndodhi djalit tim. Dhe di që djali im sot jeton. Unë mendoj pikërisht nga ajo falje që unë bëra. Unë e bëra me gjithë shpirt. Nga thellësia e shpirtit i kërkova Zotit që ta mbante në jetë. Sepse i thash, nuk ka asgjë tjetër në jetën time, thash, përveç djalit tim. Dhe nuk e kuptoj që pse mua, thash, kishte disa tjerë atje larg, thash, pse djalit tim? Kjo, pse? Ose në qoftë se ke menduar që ti marrësh jetën, atëherë merr jetën time, i thash. Kjo ishte lutja ime. Në qoftë se ti ke menduar ti marrësh jetën djalit tim, merr ma mua. Ai le të jetoj. Ose ndryshe, leret të jetoj jetën e ti. Dhe ai specialisti na dha disa pastika që ai tha nuk janë asgjë, vetëm për ta qetësuar. Dhe këto pastika do ta fillosh me 1 për 6 muaj. Pastaj do ta reduktosh, do t'japësh gjysmë, pastaj gjysmën e gjysmës derisa ta reduktosh totalisht. Dhe kështu bëm. Pas 6 muajsh, kur shkuam që bërëm vizitën, kur i bëri ekografin, atë skanalizimin e trurit, nuk ishte asgjë. Dhe as vet ai, së bashku me të gjithë stafin e tij, nuk e kuptuan se si është e mundur një gjë e tillë. Kur e pyetëm më vonë se si është e mundur që një gjë e tillë brenda 6 muajsh që të zhdukej të mpiksej ai gjaku, ku vet ai specialist na tha që kishte 2 rrugë. Dhe na tha që në 1 milion njerëz vetëm në 3 raste ka. Në 1 milion njerëz 3 raste që mbijetojnë. Në 1 milion. Thash unë për mua pak rëndësi ka. Se kush e shpëtoi dhe pse e shpëtoi. Megjithatë, unë jam i bindur 1.000.000% që ishte ai jeton fal asaj lutje që unë bëra atëherë. Dhe doja t'ju thoshja juve, nuk e keni iden se çfarë force madhështore ka lutja. Një lutje mund të shpëtojë një njeri, një lutje mund të nxjerrë ty nga skëterri, një lutje bën marrëzira dhe një lutje bën mrekullira. Pra një lutje varet se çfarë lutje bën, kujt ja bën atë lutje dhe ndonjëherë nuk i dihet se përse, por Zoti nuk të dëgjon. Unë jam i bindur, thash edhe një herë, për lutjen që bëra dhe jam i bindur për djalin tim, ajo që i ndodhi atij, që ai jeton fal asaj lutjeje dhe që një Zot i madh gjendet atje lart që e shpëtoi, sepse sipas specialistëve megjithatë unë do t'ju lutesha të më tregoni në qoftë se dhe ju keni patur në një rast të tillë, pra në qoftë se dhe ju jeni lutur në një rast dhe ka ndodhur diçka. Pres komentet tuaja. Ju përqafoj, kalofshi bukur.